A një figura. Kjo është e shajt. A një ju figura. Jo, në LDK nuk është diskutuar. A një ju, personalisht. Po u përmend emri juaj si një figurë që, megjithatë keni raporte, komunikimi të panërprerme gjithë subjekte politike. E një figura. Nuk është fol, në LDK nuk është fol. Në momentin që ne arrim një marrëveshje, LDK, LVV në këtë rast, ose me palë tjera, ne ullë me diskutojmë dhe që shtë në emnit. Po në LDK, edhe unë jam një repetitorve që imponoj vazhdimisht me ndërtu proces. Gabim jemi të u sjell politikë në Kosovë, tash e një kohë që në Kosovë nxjerrët e emni mandej bëhen procese. Kështu ka ndodhur. Historiku politik flet jo, kove të fundit tash. Na përpara, unë e takoj gjeneratave politike, ndoshta idealist, idealizmi më ka marrë ende edhe nuk kam nërmend me ndryshu. Po ne kemi ndërtu procese, mandej kanë ardhur emrat. Ti ndërton zgjedhje, kur hyn zgjedhje, bën kandidaturë, din emri kush është. Deri të shkojë zgjedhje ndërton proces. Dhe herën e kaluar me zonja Vjosa Osmani Sadriu për shembull, ai ka hyrë në zgjedhje numër 2. Ka bën marrëveshje parazgjedhore, kanë hyrë garë dhe kanë thënë njerëzve, ky është për kryeministër, unë jam për president. Edhe zbatu zgjedhjet mendimin e LDK sepse prap kanë qenë pa mjaftueshme. Tani jena në situatë kur po largohen emrat që po largohen, përveç rastet që e përmena, të Murati Jasharit, të familjes që gjithë respektojmë. A mundesh me imagjinu një javë me tjerë gazetar me të vetë, a më shteti e Murati Jasharin për president. I narë qëtë nivel, politik. Liderët e krijojnë këtë klimë. Po jo, këtë e dëmton, e dam kohës, ki nevojë me një lloj procesin me çështje të tilla, për familjet e nderuame, të respektuame, të vlerësuame, do të më mbrojt. Më mbrojt nuk Ordnat kurti ti manipuloj thu ata familja Shari? Nuk e çoj manipulim, e çoj dëgjoj pak njerëz në Kosovë përdor për cilën arsye? Pak njerëz në Kosovë, pak familje në Kosovë, nuk po them, po pak njerëz ka shumë familje, nderuame të respektuame. Po pak njerëz në Kosovë nuk i kanë rezistu lakmis. Kjo puna e pushtetit. Kjo që ka ndodhur këtash është shpresë që ky vend ka idealista edhe ka njerëz që i ruajnë vlerat familjare. Është vlerë familjare se gjenerata e re po ndërtohet. Edhe është shembull më repliku tek familje tjera, tek njerëz të tjera. Se kjo puna lakmis për pushtet e ka degradu deri në atë nivel, deri në atë shkallë politike në Kosovë, se ka bërë pabesueshme. Në rregull është se na hyn në një formë edhe në një kohë kur bojnë karrierë politike. Është orë koha. Jam dakord me këto. Por Kosova nuk i ka mbyll shtet ndërtimin, Kosova nuk i ka mbyll problemet e mëdha, ende që duhet me mbyll, nuk e ka normalizu krejt jetën e vetë, të mos flasmi për gjendjen ekonomike dhe gjithçka tjetër. Janë 2-3 çështje të mëdha që duhet me i mbyll e mandej me kalu në një proces të garave normale edhe të bombit karrierë politike. Ne vazhdojmë me besu që shpresa është e idealistat.